Ju përshëndes gjithëve, ndodhem në Durrës, tek amfiteatri i Durrësit, një nga krenaritë jo vetëm të Dyrrahut, por të gjithë Shqipërisë. Në fakt, është amfiteatri më i madh në Shqipëri edhe në Ballkan. Është ndërtuar në fundin e shekullit parë, atëherë kur perandorinë romake e drejtonte perandori Trajan. Është në fakt një nga krenaritë më të mëdha dhe sigurisht që këtu vinë shumë vizitorë, siç shikoni edhe pas krave të mia, është kthyer në një vend pelegrinazhi. Çdo kush që ka pasur shansin që ta shikojë një herë, duhet kthehet sërish. Por unë jam këtu sot për të bërë një pyetje shumë të madhe. A do jepet ky amfiteatër me koncesion? Si është sjell qeveria me banorët e kësaj zone dhe me dëmshpërblimet që janë këtu? Imagjinoni sikur të jepet Koloseu me koncesion. Imagjinoni sikur të jepet Akropoli me koncesion. Edhe amfiteatri i Durrësit ndoshta mund të ketë fatin e Butrintit. Unë kam qenë një nga aktivistët që themelova Aleancën për mbrojtjen e Butrintit, por sot si Butrintit, rreziku i kanoset këtij amfiteatrit mrekullueshëm të pazbuluar, kujdes, kanë qenë fantastike gjitha gërmimet, rezultatet që janë gjetur në to, por kanë mbetur i pazbuluar. Sa më shumë të gërmosh në Durrës, aq më shumë histori dhe arkeologji nxjerr. Ne do jemi këtu, nuk do ta lejojmë që ky vend i mrekullueshëm të jepet me koncesion. Mos ma prek Dyrrahun.